Gerti Bushati është lënë në masën arrest me burg nga gjykata e shkallës së parë në Shkodër, i dyshuar për vrasjen e Hysni Ymerit. Bushati ka pranuar se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit në 27 dhjetor në panelin e matësve elektrike, e cila shpërtheu 2 ditë më pas duke i marrë jetën 67 vjeçarit. Në deklaratën e tij në polici, autori i dyshuar Bushati ka thënë se 3 shtetasit e tjerë të arrestuar, Edison Hasaj, Gjergj Zefi dhe Ergjys Ibrahimi, janë personat që e kanë kontaktuar për të vendosur sasinë e tritolit. Ndërkohë gjykata dha arrest me burg edhe për 3 të tjerët të dyshuar si pjesëmarrës në vrasjen e Ymerit me tritol. 3 personat nuk e kanë pranuar në polici ngjarjen, ndërsa në gjykat nuk kanë folur duke u përfaqësuar nga avokatët. Ata janë shprehur se nuk kanë asnjë lidhje me tritolin dhe kanë mohuar se mund të jenë ata porositësit. Pavarësisht kësaj, policia ka sekuestruar telefona dhe ka përgjime si dhe një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe këta 3 persona. Personi që vendosi tritolin, Gert Bushati, ka deklaruar se nuk ka patur dieni se sasinë e eksplozivit do ta vendoste për të vrarë ndonjë person. Ai është shprehur se i është thënë nga porositësit se do të jetë vetëm për të trembur dikë dhe jo për të vrarë. Kur kam mësuar se ka vdekur Hysni Ymeri, janë tmerruar. Nuk kam patur dieni për vrasjen vetëm për ta trembur dikë. Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergjys Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe e kanë pranuar. Tritolin e kanë vënë në 27 dhjetor, por pa e ditur se për çfarë bëhet fjalë. Gert Bushati ka deklaruar gjithashtu se nuk e ka idenë cila është arsyeja e vendosjes së tritolit dhe se roli i tij ka qenë vetëm për ta vendosur, duke mos patur më shumë informacion rreth kësaj çështje. Sipas burimeve hetimore, disa kohë më përpara, sasia e eksplozivit është vënë edhe një herë tjetër, por herën e parë nuk ka shpërthyer. Në këto kushte, Gert Bushati e ka vendosur herën e dytë në 27 dhjetor dhe pas 2 ditësh eksplozivi shpërtheu duke vrarë Ymerin. Fillimisht seanca u zhvillua për Ergjys Ibrahimin, Gjergj Zefin dhe Edison Hasaj, ndërkohë për Gert Bushatin, që ka pranuar autorsinë e vendosjes së eksplozivit, masa e sigurisë u zhvillua veçmas. Përpara kohë, 3 shtetasit e tjerë të dyshuar nuk e kanë pranuar dhe nuk kanë dhënë asnjë detaj. Ende mbetet e paqartë cila është arsyeja e vrasjes së Hysni Ymerit. Ndaj 4 të arrestuarve të dyshuar ndojnë akuzat vrasje me paramendime, kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjithashtu ndaj tyre rëndojnë akuzat për prodhim dhe shitje narkotikëve në bashkëpunim, si dhe prishje e qetësisë publike. Vëllai i viktimës vite më parë, në 1995, është dyshuar për një vrasje të shtetasit Shefqet Çekorja. Ndërkohë në 2017 një kushëri i tij, Dritan Ymeri, është i dyshuar si autori i vrasjes së mjekut Ilir Aliaj, por u arratis jashtë Shqipërisë pas ngjarjes. Policia dhe prokuroria janë duke hetuar këto 2 pista, por edhe çdo pistë tjetër të mundshme, pasi është ende e paqartë nëse vrasja e Hysni Ymerit lidhet me 2 ngjarjet e sipërpërmendura apo lidhet me ndonjë konflikt tjetër. Pak ditë përpara vrasjes në Shqipëri mbriti djali i Hysni Ymerit, i cili jeton jashtë vendit dhe ndodhej në spital me nënën e tij, e cila po lufton për jetën ndaj sëmundjes së rëndë.